Okej, ishte kjo konferencë për shtypje kryetarit Bashkisë Gramsci, zoti Besian Ajazi. Profesor Xhipa, po nis për ju ndjes, zoti Bashi, të kalojmë një herë tek komentet. E di që e keni politik, por profesor, një koment për këtë çfarë ka ndodhur në Gramsci. Po mjafton ky rast për të vërejtur se sa rritet ndjeshmëria publike për çështjet e shëndetit publik. Në Shqipëri, fatkeqësisht një nga PR-et më negative që i bëhet funksionimit të institucioneve vendore apo kombëtare për kontrollin e ushqimit, kontrollin e produkteve që konsumon opinioni publik, jeta publike, nuk janë atë lartësi që do të dëshirojmë. Në këtë këndvështrim ne nuk mbrim në shumë zëra në standardet e krahasuara me vendet e rajonit Ballkanit Perëndimor. Ja thënë në mënyrë më specifike, ky kujdesi jon nuk ka përqasje krahasimtare me Maqedoninë e Veriut, ku institucionet e kësaj linje jo vetëm që janë më funksionale, më rigoroze. Po e thonë që jemi shumë larg edhe nga Maqedonia e Veriut. Jo, në fakt nuk është kështu. Jemi shumë larg, jemi larg shumë. Jemi shumë. Dhe kjo është në fakt trishtuese. Është një ndër arsyet që pse dhe kur opozita e ngre zërin, shumica në qeverisje duhet që të ketë një reflektim, sepse detyrimisht kjo lidhet me shëndetin publik, me kategoritë dhe treguesit që flasin për problematika siç janë sëmundjet e pashërueshme që vijnë prej përdorimit të mallrave të konsumit të pakontrolluara, me ngarkesa kimikate e shumë gjëra tjera, shpesh trajtohen vetëm si diskutim publik, por nuk bashkëshoqërohen me veprime institucionale të penalizimit, që do të thotë, së pari njëherë të kontrollohen gjithë zinxhiri i furnizimeve që vjen në Republikën e Shqipërisë. Në 2-3 rastet e fundit, sidomos në harkun kohor të 3 muajve të fundit, ne kemi pasur 3 rastet cilat kanë marrë, le të themi, dimension e shqetësimit publik. Ka qenë produktet e mishit, produktet e ardhura, kryesisht nga jashtë, ushqimet, frutat, në gjithë, le të themi, rrjetet e supermarketeve shqiptare, ka problematika që konstatojnë qytetarët me shkeljen e afateve të konsumimit dhe afatet kohore të daljes jashtë qarkullimit të produkteve. Shumica e tyre, në fakt, nuk japin asnjë lloj, le të themi, raportimi se ky produkt që del jashtë përdorimit për shkak të përfundimit të afatit konsumimit, ku shkon? Po. E kuptoj. Dhe këtu kemi pastaj pjesën e trafikimit të le të themi të afateve, të vulave e tjerë, cilat janë një problematikë.